Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, mori pjesë në një takim pune me mjekët, farmacistët, infermierët si dhe laborantët në Vlorë, së bashku me kandidaten e Partisë Demokratike si dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore Nadata Ullja, e cila është mjeke dhe profesioniste për shëndetësinë pranë Partisë Demokratike. Leskaj shprehu mirënjohjen për mjekët, infermierët dhe çdo profesion tjetër të lidhur me sistemin e shëndetësisë, sikurse ndau edhe diskutoi me ekspertët e shëndetësisë problematikat që sot ka ky sistem, por edhe prioritetin që Partia Demokratike ka për sistemin shëndetësor në programin e saj qeverisës. Nadata Ullja dhe është një nga kandidatet më cilësore që ne kemi në ekipin ton, dhe së dyti më solli një emocion shumë të veçantë prania këtu e doktor Kosta Koçit. Doktori në fakt mbetet një figurë e nderuar në qytetin e Vlorës dhe veçanërisht te radhët e ne demokratëve, pa diskutim pasaj dhe prania që doktori Mziu si një nga kuadrot e Partisë Demokratike na arrit një në krah dhe në gjitha fushatat tona. Ne këtë takim e konsiderojmë pjesë të prezantimit të programit të Partisë Demokratike dhe e konsiderojmë shumë të rëndësishëm, pasi shëndetësia është një nga problemet, një nga shtyllat e zhvillimit të shoqërisë, dhe njërazi për fatin ton të keq është dëshmi evidente e keqeverisjes të këtij sekti. Mjekja Nadata Ullja, kandidate e Partisë Demokratike, ndau pikat kryesore të programit të Partisë Demokratike për shëndetësinë. Ajo tha se në qendër është pacienti dhe shërbimi ndaj çdo qytetari, si prioritet edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, si shërbimi më i nevojshëm që lidhet me jetën e çdo qytetari. U pretendua që në 2013, kur Partia Socialiste mori pushtetin, për të pasur shëndetësi falas. Dhe kjo shëndetësi falas nuk u prek asnjë ditë, asnjë moment nga askush nga ne. Shumë më shumë lekë të harxuara për shërbimet shëndetësore dhe shumë më pak shërbime të marra kundrejt pacientëve. Kjo është një fatkeqësi. Na ka prekur prapë të gjithëve si profesionist largimi i mjekëve të rinj, sepse shumica e mjekëve që kemi mbaruar së bashku ende në përbot. Në takim folën edhe dy personalitetet të shëndetësisë për Vlorën, doktor Kosta Koçi si dhe doktor Remzi Haxhiu, ku shprehën për problematikat që ha sot shëndetësia shqiptare, si dhe theksuan rëndësinë që ka programi i Partisë Demokratike për shëndetësinë. Problem tjetër shqetësues pjesëmarrja në shërbim e njerëzve të specializuar, të kualifikuar. Vitet e regjimit socialist ka një regres të jashtëzakonshëm që mund të krahasohet me vendet e botës së tretë, si nga medikamentet, si nga rezultatet, si nga subvencionet. Me programin e Partisë Demokratike është një kthes rrënjësore. Në këtë gjendje ai bën tallava, ai tallet me këtë popull, tallet plotësisht, e them me kompetencë mjekësore. Fjalori i tij është një fjalor i papranueshëm nga ana humane, nga ana kulturore, nga ana njerëzore. Nuk e meriton populli shqiptar të ketë këtë gjendje skandaloze të mjekësisë. Në fjalën e tij, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Hysni Shara, vlerësoi punën dhe kontributin e mjekëve, si dhe shprehu vlerësimin për programin e shëndetësisë së Partisë Demokratike, dedikuar shëndetësisë. Dhe si konsumator i kësaj mjekësie që kemi në Shqipëri, mund të them dhe unë atë timen, në sensin që ne jetojmë këtu, jetojmë në qytetin tonë, por marrim vesh dhe dëgjojmë edhe lajmet dhe ngjarjet që ndodhin edhe në qytetet të tjera dhe në kryeqytet, dhe sidomos në ato që pretendohet të jetë ajka e mjekësisë shqiptare, pra në qendrën spitalore Nën Tereza. Shohim dhe dëgjojmë për korrupsionin galopant që ka mbërthyer mjekësinë shqiptare, që nga kreu i saj profesionistë të mirë si ju mund ta gjejnë vetëm në programin e Partisë Demokratike. Në takim morën pjesë po ashtu mjekë të nderuar të Vlorës, profesionistë dhe ekspert të spikatur.